Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullah. Të fillojmë këtë mësim me emrin e Allahu xhalla shanuhu, duke quar salavat në profetin tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij, gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Duke ju lutur Zotit të gjithësisë ta bëj mezhlisin tonë mezhlis të hajrit, ku përfitohet dituria që bën dobi në këtë botën tjetër, ku shtohet vllazëria, ku falen gjunahet tona, ngërsohen gradat tona në xhennetin e Zotit. Brezi i sahabeve, shokëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të mbetet gjatë gjithë historisë njerëzore brezi më i pastër, brezi më i zgjedhur. Të këta njerëz do të gjesh se si jetohet feja me natyrshmërinë e saj. Tek sahabët të del në pah diçka shumë e çuditshme. Të gjithë kishin karakterin e tyre, personalitetin e tyre. Nuk shtireshin, nuk kishin falsitete. Ishin vetvetja e tyre, ata që ishin në realitet. Prandaj çdo sahabi është botë vetvete. Është njeri me karakteristika të çuditshme. Kjo është e bukur tek sahabët, tek secili gjen një pjesë të realitetit njerëzor, por pjesën më të vërtetë të këtij realiteti, pjesën më të pastër. E çuditshme në këtë brez është intuita dhe nuhatja që kishte profeti i tyre dhe joni Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për të kuptuar specifikat e sahabeve të tij, shokëve të tij. Ai ishte profeti i Zotit, ishte lider, ishte udhëheqës, dhe e kuptonte njeriu me shikim, çfarë veçorish ka, çfarë pikash të forta ai ka. Prandaj këto pika të forta që kishin sahabët, ai i forcoi edhe më tepër. Madje i nxiti që t'i mbajnë se këto pika të forta do të bëheshin sebeb që t'i fuste Zotin në xhennet. Pra, shumë e çuditshme se si ai i njihte specifikat, veçoritë, aftësitë e shokëve të tij. Do flasim sot për një prej shokëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Botë në vetvete, është i veçantë në botën e tij. Ai njihet ndryshe me titullin besniku i sekretit profetik. Ati njeriu ja besoi profeti alayhis salam sekretet. Mund themi ishte ark me 7 dryna. Çfarë kishte sekrete që askujt s'ia tregoi pejgamberi alayhis salam, ja tregoi këtij personi. Ky person është Hudhaifa ibnul Yamani, i njohur ndryshe pra besniku i sekreteve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hudhaifa ibnul Yamani, nëse do ta kapim nga origjina, me origjinë është nga Mekka. Por në faktikisht ai kur nuk jetoi në Mekë, sepse jati i tij, i cili mori emrin El Yaman, nuk e kishte emrin El Yaman, mori emrin të tillë, ai u shpërngul nga Mekka në Medinë si pasojë e një vrasje që ndodhi, e një gjakmarrje, nuk qëndroi më në Mekë, por shkoi në Medinë. U bë musliman i jati, Yamani u bë musliman, dhe udhtoi me delegacionin e muslimanëve të Medinës për në beslidhjen e parë të Akabes, kur ata burra i dhanë besën profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. U bë musliman dhe djali i tij, dhe Hudhaifa, që fëmijë, por akoma se kishte parë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jetonte me atë dëshirën, me mallin për të takuar me profetin alayhis salam. Kjo ishte koha kur profeti vazhdonte të jetonte në Mekë. Kur profeti alayhis salam shpërngulet nga Mekka në Medinë, mes shumë të tjerësh e takon edhe një djalë i ri, një djalosh. Hudhaifa i del përpara profetit alayhis salam, mes të tjerash i thot: "O profeti i Zotit, unë jam bërë musliman, por a quhem prej muhaxhirëve, a quhem prej ensarëve, pra a quhem se jam prej muslimanëve të Mekës, me që origjinën e kam nga Mekka, apo konsiderohem prej ensarëve me që jetoj në Medinë dhe jam nga muslimanët e Medinës." Shënë çfarë shqetësimi ka këtu, se dinte që secili ka specifikat e veta. Muhaxhirët kanë specifikat caktuara, kanë dhe shpërblim caktuar tek Zoti, ensarët kanë shpërblim dhe specifikat caktuara. Profeti alayhis salam e kuptoi shqetësimin e djaloshit dhe tha: "Si të kesh dëshirë ti? Nëse ke dëshirë, je prej muhaxhirëve, nëse ke dëshirë, je prej ensarëve, për mua je edhe prej muhaxhirëve dhe prej ensarëve." Por djaloshi tha: "Kam dëshirë të jem prej ensarëve", profeti i Zotit, prej muslimanëve të Medinës.
si të kesh dëshirë ti, i tha profeti alayhis salam. Hudhaifa ibn al-Yamani, zgjuarsinë të cilit e nuhati dhe e kuptoi pejgamberi alayhis salam dhe e mbajti shumë afër. Kjo është nga ata njerëz që konsiderohet nga më të afërtit e pejgamberit alayhis salam. Ka një hadith ku profeti ynë alayhis salam thotë, çdo profeti i ka dhënë Zoti të paktën nga 7 persona që ishin në nivel ministrash. Mua Zoti më dha 14. 7 janë të Mekës, 7 janë të Medinës. Edhe nga 7 të Medinës ka futur emrin e Hudhaifa ibn al-Yamani. Hudhaifa ibn al-Yamani nuk është shkutur asnjë moment nga jeta e pejgamberit alayhis salam sa ai jetoi në Medinë. Përveç betejës së Bedrit, nuk arriti të marrë pjesë në betejën e Bedrit. Dhe kjo histori ka mesazh në vetvete, ka mesazh shumë të fuqishëm edhe për ne, muslimanët e kësaj kohe. Shumë pak para se të ndodhte betejë e Bedrit, Hudhaifa ibn al-Yamani dhe jati i tij Yamani ran peng, u kapën nga Kurejshët, të cilët ishin nisur për në luftë për të arritur afër Medinës. Momenti që u kapën, u pyetën, nga jeni ju? I tha, ne jemi nga Medinja. Tha, me siguri po shkoni të luftoni me Muhamedit kundra nesh. Ata ishin 2 persona, ishin frikë dhe thanë, jo, ne nuk kemi për luftë, ne po shkojmë punën tonë, në shtëpinë tonë. Por Ebu Xehli, i cili ishte komandanti i ushtrisë Kurejshën në atë kohë, tha, nëse po thoni të vërtetën, na jepni besën që s'do të merrni pjesë në luftë kundra nesh me Muhamedit. U detyrua dhe i dha besën, edhe jati dhe i biri. I dha besën se nuk do të merrin pjesë në luftë. Sa po arritën në Medinë, shkuan që të dy, të mërzitur me veten e tyre, shkuan tek profeti alayhis salam. I tha, ne na ndodhi kështu. Si t'ja bëjmë? Jemi po gati për luftë. Profeti alayhis salam tha, ne do ta mbajmë premtimin që ju keni dhënë atyre dhe do t'i lutemi Zotit na ndihmojë kundër atyre. Bani premtimet që keni dhënë, mos hajdeni ju të dy në luftë e do i lutemi Zotit ta kompensojë prezencën tuaj. Shumë e çuditshme. Me të gjitha kriteret, a mbahet besa me këta njerëz. Por problemi nuk është se me kë mbahet besa. Problemi është i tillë se muslimani kur betohet dhe kur jep besën e tij, e respekton atë. Edhe sikur të besë t'ja ke dhënë një personi të tillë si Ebu Xehli, i cili do shkonte pas pak orësh luftonte kundra profetit alayhis salam. Prandaj Hudhaifa dhe jati i tij nuk kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit. Prandaj tash kjo histori është mesazh vetvete. Mesazh për të gjithë ata muslimanë, të cilët e thon fjalën dhe se mbajnë atë, japin besën dhe se mbajnë atë, nuk e mbajnë fatkeqësisht as me jo muslimanin, po nuk e mbajnë as dhe me muslimanin. Në betejën e Uhudit, Hudhaifa ibn al-Yamani ka ndodhur një sprovë shumë e rëndë. Jati i tij Yamani ishte i vjetër në moshë dhe me rregulla nuk kishte pse të merrte pjesë në luftë, ishte i vjetër. Kur e gjithë ushtria ishte nisur, ai dhe një koleg i tij, me një moshë shumë të thyer, filluan të flasin njëri tjetrit. Yamani i tha shokut të tij, unë dhe ti, çfarë presim nga jeta? Mos vdesim sot, do të vdesim nesër. Të gjithë kanë ikur, pse mos kemi dhe ne fatin bim shehit nga atë betejë? Po ngrihu tha, marrim një shpatë, nisim edhe ne të marrim pjesë në betejë. Kështu që u nisin që të dy, burrat vjetër pleq, pa dijenin e muslimanëve, u veshën, u bën gati, u maskuan, se në atë kohë, më thënë, i mbyllin, më thënë, maskoheshin që të mos nhiheshin, kështu që, më thënë, rregulli i ushtrisë, dhe u futën në ushtri. Por Hudhaifa e kuptoi se jati i tij i thyer në moshë ka marrë pjesë, ka hyrë në betejë. Çuditërisht, disa sahabë të pejgamberit alayhis salam në luftë sipër e pandehen ato për se është prej Kurejshëve. Yamanin, jatin e Hudhaifës, e menduan se është nga Kurejshët, ka dëbërtuar në ushtri, dhe të gjithë i mësyn duke e goditur. Pre larg Hudhaifa pas se çfarë po ndodh. Pas se po goditet gabimisht jati i tij dhe vërteti për larg është baba im. Por robër të Zotit po vristi baban tim, po nuk dëgjoi më zori Hudhaifës. Ishte zhurmë, atëherë kur u afrua pa që jati i tij vdiq. Moment shumë i vështirë. Realisht sprovë shumë e rëndë. Ai kishte dalë për të vdekur shahid, por mendonte se goditja do të vinte nga ushtria e Kurejshëve, jo do të vinte nga dora e muslimanëve. Më shumë se sa Hudhaifa këtë moment e vuajtën sahabët, ata që gabimisht goditën tjatin e shokut të tyre, kolegut të tyre, u mërzitën shumë. Atëherë Hudhaifa kur pa çfarë mërzie kishin vëllezërit e tyre, pa nuk bëhet fjalë për një gabim, për një fjalë goje, që ja the vllait tënd dhe u mërzit,
bëj fjalë që këta njerëz, këta sahabe, këta kolegë i kishin vrarë tjatin Hudhaifës. Kur e pa mërzin tek fytyra e vëllezërve të tij, tha Zoti ju fal. Ai është falsi më i madh. Kur dëgjoi për këtë gjë, u mërzit pejgamberi alayhis salam dhe urdhëroi ata sahabë që ishin shkaktarë të vrasjes, edhe pse pa dashje, i urdhëroi që të mbledhin shpagimin e gjakut të quajtur dije dhe t'ia paguajnë Hudhaifës. Kur e quan sasinë e parave, tha babai im tha dëshiron të binte shahid. Shpresoj që të ketë shahid. Nuk marr para për këtë gjë, por gjithçka që i takon ja ka bërë sadaka muslimanëve. Dhe kur dëgjoi këtë histori, e respektoi dhe më shumë profeti alayhis salam Hudhaife ibn al-Yamanin dhe e mbajti edhe më afër. Në fakt, Hudhaife ibn al-Yamani ditën e tij më të veçantë gjatë gjithë jetës e ka betejën e Hendekut, të quajtur ndryshe beteja e Ahzabit. Në këtë betejë del pa zgjuarësia e këtij triu musliman, guximi i tij dhe bindja e verbër që kishte ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Beteja e Hendekut mbahet si beteja më e vështirë, kur 10.000 Kurejsh dhe Alaat kishin rrethuar Medinën. Profeti alayhis salam i detyruar nga situata hapi një hendek, një kanal të madh që të zbrapste sadopak furinë e ushtrisë Kurejshit. Por ndodhi që nga brenda Medinës u përhap lajmi se fisi Beni Kurejdat ishte fis hebrej, fis shefut, e tradhtoi marrëveshjen me profetin alayhis salam. Që muslimanët u futën mes dy krahëve të rrezikut. Nga njëra anë ishin 10.000 ushtarë që nga momenti në moment mund të kalonin kanalin, nga krahu tjetër ishte Beni Kurejda nga mas shpine që nga momenti në moment synonin të shkonin, plaskisnin e të hyrin në shtëpitë e muslimanëve. Është momenti më i vështirë sa që kur e kanë pyetur tabiinët Hudhaifën, i thanë, a sikur rri ti me ne, rrinte me ju pejgamberi alayhis salam, kështu ulet mes jush, po i tha Hudhaife. Më vonë kjo muhabet. Tha vallaj tishim ne në atë kohë, s'do ta linim pejgamberin alayhis salam të este me këmbë tokë, po do ta marrim shpinë. Hudhaife tha, mos u nxito. Nuk ke jetuar ato që kemi jetuar neve dhe i tregoi vështirësitë që kishin patur në betejën e Hendekut. Në këtë betejë pra thash ishte shumë e vështirë, ka qenë errësirë shumë e madhe, nuk shihej shoku me shokun, dhe ishte frikë e madhe dhe kishte 3 ditë që ushtria muslimane nuk kishte vënë gjën në gojë. Por profeti alayhis salam një prej këtyre netëve nuhati se diçka po ndodh në ushtrinë kundërshtare tek Kurejshit dhe deshi të zbuloj fiks çfarë po ndodh atje. Një pjesë e madhe e ushtarëve të pjesë ushtrisë muslimane, prej munafikëve, prej hipokritëve, filluan të kërkojnë leje pejgamberit alayhis salam. Ti thonë ne kemi shtëpitë e pambrojtura, jemi detyruar që kemi shtëpi, të ruajmë fëmijët tanë, gratë tonë. Faktikisht doni tiknin. Kështu që ngeli një numër 300 musliman me pejgamberin alayhis salam natën. Atëherë profeti alayhis salam filloi t'i kaloi një për një gjithë sahabët dhe i tha, ka diçka që po ndodh në ushtrinë kundërshtare, por dua ta vërtetoj se çfarë po ndodh. Kush shkon dhe më sjell lajmin se çfarë po ndodh, i garantoj kthimin dhe është shoku im në xhennet. Shoqëruesi im në xhennet. Imagjino çfarë situate ka qenë, ka pas burra të mëdhenj që kanë dëgjuar këtë fjalë, aq ftohtë, aq frikë ishte, askush nuk u ngrit. Atëherë pejgamberi alayhis salam kaloi përpara Hudhaifës. Tha kush je ti? Tha jam Hudhaife. Tha dhe unë fillova të shkurtohem që të mos më thoshte mua ngrihu. Aq ftohtë kisha, aq frikë kisha. Kjo është natyrshmëria për cilën fola në fillim. Sahabët kanë treguar realitet, ishin njerëz, por njerëz që ishin me realitet edhe nuk e fshehin këtë realitet, por besimi ju hapi atyre hapësira shumë të mëdha. Tha, jam Hudhaife, tha fillova të shkurtohem, tha betohem në Zot, kisha veshur një mantel të gruas sime që s'marrinte dot deri tek gjunjët. Aq ftohtë, do thënë ishte. Më tha profeti alayhis salam, ngrihu Hudhaife. Shko se po ndodh diçka dhe vërteto se çfarë po thon. Atëherë ka kur përmendi emrin tim dhe dha urdhrin, nuk kisha më se ka shkoja, u ngrita. Po thash ku do shkoj unë me këtë frikë, ku do shkoj unë me këtë të ftohtë. Kur unë u nisa, atëherë tha vetëm kam dëgjuar teksa i ngriti duar dhe filloi të lutej. O Zot, ruaja atë përpara vetes. Ruajte mas shpine, ruaj nga krahu i djathtë, ruaj nga krahu i madh, ruajte nga sipër kokës dhe nga poshtë këmbëve. Në momentin tha akoma pa mbaruar duaja e pejgamberit alayhis salam,
a thua se më futën me një hammam, me një banjo avulli, më filloi një temperaturë, një nxehtësi në trup, a nuk isha unë ai person që çfarë kisha ftohtë. Tha dhe para se kur mbaroi duaja, më thirri nga mbrapa. Hudhaife, bëj siç të thash dhe mos bëj asnjë veprim tjetër. Do të thotë shko dhe vetëm merr lajmin. Asnjë veprim tjetër mos bëj. I thash pa merak o profeti i Zotit. Mision shumë i vështirë, të hynte, të depërtonte brenda zemrës së ushtrisë, e të kuptonte, po nga kush do ta merrte vesh lajmin, nga komandantët, të kuptonte se çfarë po ndodh fiks brenda ushtrisë armike. Hudhaife thotë deportova derisa u afrova afër Ebu Sufjanit, krye komandanti i ushtrisë Kurajshve. Aty pash se çfarë kishte bërë Zoti me ta. Tha enët ishin përmbysur, çadrat ishin rrëzuar, devet ishin putur litarët e tyre, pash se Zoti kishte luftuar në krahun tjetër për ne dhe kundra tyre. Tha ju afrova Ebu Sufjanit, edhe ai kishte mbledhur parinë e tij, komandantët e tij. Dhe tha un kam diçka për t'ju thënë, shumë i zgjuar ka qenë Ebu Sufjani normalisht. Tha un kam diçka për t'ju thënë, por tha shikoni se kë keni në krah, se nuk i besoj spionëve agjentët Muhamedit. Kam frikë se mos po dëgjoj se çfarë po themi. Atëherë tha, secili të shikoj kë ka në krah. Imagjino Hudhaifën i gjetur brenda një grupi komandantësh, secili do të pyes shokun e tij në krah, kush je ti? Si do të prezantohet Hudhaife? Tu del pa intuita, zgjuarësia që kishte Hudhaife ibn Yamani, edhe do të tregoj më vonë se si kanë qeshur ata që janë bërë musliman më vonë, se si na e ka hedhur ne Hudhaife ibn Yamani, se kemi menduar kur kaq të zgjuar. Tha unë tha, nga që e kuptova se do të më pyesin kush je ti, pyet ato që është në krahun e djathtë, kush je ti? Më tha jam Amr ibn Asi, po vonë bëhet musliman. I thash atij që është në krahun e majt, po ti kush je? Tha jam Ikrima ibn Abi Jahli. Në rregull tha, atëherë tha që e njëri tjetrit. Nuk i la ata që ta pyesin. Kjo që u maskua me këtë. Amr ibn Asi kur është bërë musliman dhe kur i kanë treguar se a di se kush është personi që ju ka pyetur ty në krah djathtë dhe atë në krah majt, ka qenë Hudhaife, është çuditur dhe thonë një vit rresh qeshtë sa i kujtoi kjo histori. Amr ibn Asi kemi shpjeguar ma e men më i zgjuar i arabëve, njihet për këtë, më i zgjuar i arabëve. Por thonë se ka menduar kurrë se mund të ketë më zgjuar se sa unë. Po kjo ishte ndihma e Zotit që i dha Hudhaifes, kurrierit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Ebu Sufjani tha, e shikoni se çfarë po ndodh me ne. Tha unë nuk kam ndërmend të luftoj kundra Zotit. Na janë shkatruar çadrat, janë larguar devet, unë nuk guxoj më të vazhdoj. Unë do të hypi deves time, do të largohem, kush dëshiron le të vi, kush dëshiron le të rri. Pra u dha vendimin për ndërprerjen e luftës. Atëherë mbas i mori këtë lajm, për këtë kishte shkruar, tha Hudhaife tha, më kujtu edhe pas distancën me Ebu Sufjanin, isha aq i aftë, isha shumë afër sa me një shigjet ta rrezoja në tokë. Edhe po ta rrezonte, po ta vriste Hudhaife Ebu Sufjanin, do shkruaj në histori vrasësi i Ebu Sufjanit, do të thonë do merrte një term status shumë të lartë, por më kujtua tha fjala e pejgamberit alayhis salam, vetëm merr lajm dhe mos bëj asnjë veprim tjetër. Atëherë tha, ndalova. Kur u ktheva tha, e gjeta pejgamberin alayhis salam duke fal namaz. Tha i nuhati që unë erdha, në momentin që hyra në xhamin e tij, më kapi prapë i ftohti. I ftohtë shumë më, mbaroi misionin. Atëherë tha ai më futi në mantelin e tij, teksa ishte në ruku, teksa ishte në sejdë sa mbaroi namazin. Pastaj më pyeti, çfarë ndodh? I tregoi çfarë po ndodh në krahun tjetër. Atëherë tha profeti alayhis salam falenderoi Zotin, i cili e ndihmoi me ushtarët e tij. Hudhaife ibn Yamani pra është ai person i cili ka sjell lajmin brenda ushtrisë armike, brenda ushtrisë së Kurajshve, edhe tu del pa edhe një herë guximi i këtij njeriu, intuita e tij e jashtëzakonshme dhe bindja e verbër ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por Hudhaife ibn Yamani përveç këtyre rasteve ai njihet në historinë e muslimanëve si mbajtësi i sekreteve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në Medinë kishte shumë njerëz që ishin hipokrit, munafik, kishin hyrë në Islam nga frika, nga interesi, por jo nga besimi. I njihte këta njerëz profeti alayhis salam. Por emrat asnjëherë s'u tregoi, sepse do të truante unitetin mes muslimanëve. Ama një person ia tregoi se duhet ta dinte dikush. Kush është ky person? Nuk ja tha as Ebu Bekrit, që ishte më i miri i sahabëve, as Omerit, as me radhë. I tha Hudhaifes, e dinte se ai është mbajtësi më i fortë i sekreteve.
Ai është besniku më i madh. Prandaj quhet edhe një herë quhet besniku i sekretit për pejgamberin alayhis salam. Ja tregoi se kush janë munafikët që jetojnë në Medinë, me emër, me të gjitha. Pra ishte, mund të themi, ai kompjuter që ruante një sekret shumë të madh. Por i tha, nuk ke për t'ia treguar asnjë njeriu. Ama profeti alayhis salam e ditë, jo më kot t'ia tregoi Hudhaifës. Të paktën dikush nga muslimanët të ketë informacion. Tani shqyr sa çuditshëm është. Omer ibn Khattabi e dinte këtë gjë. E dinte se Hudhaife i dinte sekretet e pejgamberit alayhis salam. Masi ndroi jetë profeti alayhis salam, ndroi jetë dhe Abu Bekri, erdhi koha që Omeri u prisi muslimanëve. Mirë po ti se dallojë dot njeriu, kjo është musliman tamam, apo për munafikëve, se pa më djalë të dallohi. Edhe shkonte dhe i thoshte her mbas here. Thotë të kam lëshuar Zotin, a ka prej punëtorëve të mi ndonjë person që e ka përmendur me emër profeti alayhis salam. Hudhaifa faktikisht nuk do t'i tregonte, por Omeri insistonte në të tillë. Ishte shumë i kujdesshëm. Atëherë kur insistoi Omeri, tha Hudhaifa i tha ke vetëm një person. Tha ma thuaj emrin. Tha nuk mund ta nxjerr kurrë sekretin e profetit alayhis salam. Filloi të insistoi Omeri më shumë, por unë dua për të mirën e muslimanëve. Tha 20 vjet ta s'kam treguar, nuk ta tregoj dot ty. Atëherë Omeri kur pa që nuk ka rrugë dalë, thonë që 2 ditë nuk doli. Filloi të mendonte vetë, shumë i shqetësuar nga kjo për këtë. Mendoi kush mund të jetë ky person prej punëtorëve të mi, që është prej munafikëve. Mas 2 ditësh çuditërisht e përjashtoi nga puna. Atëherë kur dëgjoi këtë lajm, Hudhaifa tha, falenderoj Zotin që udhëzoi me dritën e tij Omer ibn Khattabin. Pa e treguar emrin. Do thonë ai është i shqetësuar, as i sinqert ishte Omeri, ja gjë, ha dhe mendoi që ky është ai person. Me të vërtetë e goditi dhe qelloi, do të thonë ky ishte personi që ishte prej në listën e munafikëve. Dietarët thonë, Zoti e ndihmoi Omerin si pasojë e bindjes që pati Hudhaifa ndaj sekretit profetit alayhis salam. Hudhaifa ta nuk mund ta tregoj, por ama për hir të këtij veprimi Zoti udhëzoi Omerin dhe e çoi që me të vërtetë kush ishte personi. Omeri deri në këtë pikë ka qenë shumë i kujdesshëm sa thirrej për të marrë pjesë në një xhenazë, pyetja e parë që bënte, a merr pjesë në xhenazë Hudhaifa? Nëse merrte pjesë Hudhaifa në xhenazë, do thotë që ai ishte besimtar. Nëse nuk merrte pjesë, do thotë që ai person ishte përmendur prej munafikëve. Po i thanë që nuk merr pjesë Hudhaifa, nuk merrte pjesë në xhenazë. Dhe në këtë pikë, madje Omeri radhiyallahu anhu aq i sinqert ka qenë. Do të thonë aq modest përpara Zotit sa që i ka shkuar një herë dhe i ka thënë Hudhaifës, betohem në të kam lëshuar Zotin. Am ka përmendur një herë profeti alayhis salam mua prej listës së atyre munafikëve. Pa imagjino deri çfarë pikës më thënë. Nuk ka besim kurrë tek vetja e tij, dhe kështu është besimtar. Njëherë nuk është i sigurt tek vetja e tij. Hudhaifa tha çfarë po thua Amirul Mu'minin, mos më bëj këto pyetje. Ata insistoi edhe një herë, edhe 2 herë, edhe 3 herë. I tha nuk ka përmendur, por tha nuk e them askujt më përveç teje. Mos më pyet më askush, as ti askush përveç teje, nuk tregoj më. Normalisht nuk je ti prej njerëzve që ka përmendur profeti alayhis salam për listës së munafikëve. Pra kjo është Hudhaifa ibn al-Yamani, mbajtësi i sekretit profetit Muhammed alayhis salam. Ka pasur diçka specifik tjetër. Ai ka ditur të gjitha fitnet, sprovat, rrëmuja që do të ndodhin pas vdekjes pejgamberit alayhis salam, madje deri në ditën e Kiametit. Dhe i ka shpjeguar në hadithe gjithë problemet që do të ndodhin. Thoshte, të gjithë e pyesin pejgamberin alayhis salam për hajër, për të mirën, unë e pyesja për sherrin, për të keqen. Nga frika se mos më kapte, edhe ka pyetur çfarë do të ndodhi pas kësaj, në gjitha detajet. Mund të themi çfarë po ndodh tani në vija të trasha, ja ka treguar profeti alayhis salam Hudhaifës deri në ditën e Kiametit. Prandaj një herë pyeti Omeri, na fol për fitnet o Hudhaife. Hudhaifa i tha, po ç'të duhet ty o Amirul Mu'minin, ti s'ke lidhje me fitnet, domethënë çdo të ndodhi gjë në kohën tënde. Por tha dua ta di edhe çfarë ndodh mas meje, se do të them shumë shpirtin nëse ndodh diçka edhe mas meje. Tha mes teje dhe fitneve që ndron një derë fort. Domethënë sa ti je ti nuk fillojnë fitnë, nuk ka probleme mes muslimanëve. Por tha, çfarë do të ndodh pas vdekjes time tha? Pas vdekjes tënde tha ajo derë do të lëvizin nga vendi. Domethënë me simbolika po i flisni. Pra, më dhe që testi hapet dera. Omeri shumë i zgjuar, i tha, a hapet, a thyhet dera. Fatkeqësisht tha Hudhaifa do të thyhet dhe nuk hapet.
Omeri tha atëherë nëse thyhet nuk kthehet më vendi ku ka qenë. Se po u hapet dhe mbyllet, por nëse thyhet nuk kthehet më ku ka qenë. Dhe faktikisht sa ka qenë gjallë Omer ibn Khattabi e ruajti Zoti ummetin musliman. Menjëherë mbas vdekjes së Omerit filluan fitnet në kohën e Osmanit me vrasjen e tij, dhe ato vazhdojnë deri në ditën e Kiametit, se ka qenë kaderi e caktimi i Zotit të gjithësisë. Hudhayfa ibn al-Yamani ka vizituar profetin alayhis salam përpara se ai të ndrojë jetë. Edhe ju shkoi për vizitë, në momentin që po dilte jashtë, po largohej Hudhayfa, ja bëri me shenjë pejgamberit sa afrohu, i tha Hudhayfës. U afrua Hudhayfa, edhe i tha: "Kush agjeron?" Për çfarë i thot profeti alayhis salam? Çfarë i thot Hudhayfës? Shko dhe trego se kush agjeron një ditë vetëm për hatër të Zotit, atë njeri do ta fuzë Zotin në xhennet. Kush ushqen një njeri të pangrën vetëm për hatër të Zotit, atë njeri do ta fuzë Zotin në xhennet. Kush mbath dhe vesh një njeri të paveçur të pambathur vetëm për hatër të Zotit, vetëm për hatër të Zotit, edhe atë njeri do ta fuzë Zotin në xhennet. Pastaj ndroi jetë pejgamberi alayhis salam, vazhdoi të jetojë Hudhayfa, njeri i respektuar, njeri që vazhdoi të mbajë të qëndronte besnik ndaj sekretit të pejgamberit alayhis salam. Përveç kësaj që përmenda, Hudhayfa ibn al-Yamani ka disa kontribute shumë të mëdha për gjithë muslimanët. Shkaku i çlirimit të një zone të madhe të Persisë asaj kohe, i quajtur zona e Nehawendit, është Hudhayfa ibn al-Yamani, sepse Omer ibn Khattabi kur dërgoi një prej komandantëve të tij, i çoi fjalë dhe Hudhayfës që t'i bashkangjitet këtij komandanti me një pjesë të ushtrisë. Edhe tha muslimanëve, nëse vritet komandanti im, atëherë flamurin do ta marrë në dorë Hudhayfa ibn al-Yamani. Ushtria perse, pra e Nehavendit, kishte 150.000 ushtarë. Muslimanët ishte të mos shkonin e pak 20.000, 30.000 maksimumi që mund të arrinin. Ashtu ndodhi faktikisht, ra dëshmor komandanti i muslimanëve dhe flamurin e mori në dorë Hudhayfa ibn al-Yamani, filloi t'i karikojë muslimanët, ishte përpara namazit sabahut, t'u flasi për xhenetin, t'i nxis për xhihad, edhe derisa hyri në kalan e Nehavendit, nga zonat më të vështira që kanë kaluar muslimanët. Pra, shkak kryesor që kjo zonë është ka rënë në duart e muslimanëve. Dhe sot e kësaj dite në zonë që ka musliman është Hudhayfa ibn al-Yamani. Për këtë arsye Omeri e caktoi atë si mëkëmbës të tij për këtë zonë. Edhe i shkruaj të njerëzve, do t'ju vi nesër mëkëmbësi im. Në këtë zonë kishte jetuar Kisra, mbreti i Persëve. Kisra thonë ka qenë nga mbretërit që ka jetuar më në luks në krahasim me mbretërit tjerë të botës. Edhe kur u tha Omeri do të vi mëkëmbësi im, me siguri thanë që mos qofë si Kisra, afër tij do të jetë. Ose njëri që kërkon luks do vi me njerëz, me shoqërues, kur duke pritur afrohet një person i hypur në gomar, me këmbët e tij të varura që i zinin deri në tokë, që kishte në dorë një copë bukë që e ngjynte me krip. U afruan dhe çuditën, prisnin kush do të vijë. I tha ne presim mëkëmbësin e Omerit, tha unë jam Hudhayfa ibn al-Yamani. Atëherë u mrekulluan në çuditën për këtë njeriu. Edhe i thanë çfarë të duash na kërkose, jemi të bindur ndaj teje. Tha unë dua për jush dy gjëra. Po i mbajtet nuk dua gjë tjetër. Dua sa të jem mesin tuaj ushqimin e ditës për mua dhe ushqimin për gomarin tim. Më shumë se kaq nuk dua për jush. Edhe vazhdoi të jetojë një kohë gjatë me këto dy kushte. Thjesht i siguronin ushqimin e ditës për veten e tij edhe ushqimin për kafshën e tij. Dhe u tha atyre, se dinte se këta janë mësuar me saltanete, janë mësuar me njerëz me perandor, dhe dinte se janë njerëz që bëjnë servilizma, njerëz që bëjnë lajka, tha nuk ka gjë më të keqe në botë se sa të presësh në dyert e sultanëve, t'ju besosh gënjeshtrave të tyre e t'ju bësh shefin kur ata bëjnë gjunafe. Zakonisht kështu ndodh. Njerëzit që presin në dyert e sultanëve, ju besojnë gënjeshtrave të tyre, sepse duan marrin ata korën e tyre, tha dhe ju bëjnë qefin edhe pse ata bëjnë gjunafe. Kështu që i mësoi këta njerëz se unë jam ndryshe. Se jam mëkëm si njeriu ndryshe, dhe thonë, kur mas një parkohë Omeri i tha lere me dajn atë zonë dhe kthehu, dhe u kthye Hudhayfa, i doli vetë Omeri. Shumë i çuditshëm thonë ka qenë Omer ibn Khattabi, shumë i ndjeshëm ndaj punëtorëve të tij. Kishte frikë se mos marrin qoftë dhe 1 gram, më shumë se çudakon. Dhe momentin se shifte se dikush ka lëshuar parfum, më thonë që nuk ishte nga pasuria e tij, apo veshte një rrogë që s'mund ta merrte me rrogën e tij, menjëherë shkarkonte nga puna.
i dolim qeftas në rrugë dhe e pa prej larg. A është ai Hudhaife që ka shkuar apo ka ndryshuar? Pa Hudhaifen, me të njëjtën Hudhaife, me të njëjtën kafshë, me të njëjtën rrobë, atëherë doli përpara tha, e kapim qafë, ti je vllai im dhe unë jam vllai yt. Shkove, u ktheve siç shkove. Shumë i ndjeshëm, do të thënë ishte ndaj punëtorëve të tij. Kontribut tjetër që ka Hudhaife ibn al-Yamani është se ai është shkaktari që ka unifikuar mushafin e muslimanëve. Ai që ndodhi në kohën e prisit Uthman ibn Affan, kur u shpërndan muslimanët në 4 anë të botës, sahabët e kishin dëgjuar Kur'anin në forma të ndryshme dhe lexonin edhe me dialekte si mazonave të tyre, por e kuptonin situatën. Kur u shpërndan sahabët, muslimanët e ri në për zona filluan të ngatrohen me njëri tjetrin. Ti thon kjo që lexon ti nuk është Kur'an. Jo ti nuk është Kur'an, e filluan të akuzojnë njëri tjetrin për kufër. Sikur ka shumë Kur'an. Kur pa këtë situatë, Hudhaife nga zona Armenisë së sotme, e kapi situatën dhe tha kjo është rreziku më i madh që kanë ose muslimanët. Shkoi dhe i tha Uthmanit, po përçahet ummeti i Muhamedit alayhis salam. Unifikoi njerëzit me një dialekt Kur'ani. Se nuk janë më sahabët. Ashtu ndodhi faktikisht, urdhëroi Uthmanit dhe Kur'ani që kemi ne sot, po thonë është Kur'ani me shkrimin e Uthmanit. Kush është shkaktar për këtë unifikimin e Kur'anit, domethënë në një dialekt, në një gjuhë, është Hudhaife ibn al-Yamani. Pra ndeshmëria e madhe që kishin sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Me kalimin e kohës, erdhi koha e Uthmanit, filluan fitnet. Hudhaife nuk ishte si tjerët, i dinte këto fitne dhe nuk i përballonte dot. E vuante shumë për çarje të rrëmuar që po ndodhin mes muslimanëve dhe filloi të lutet Zotit për vdekje. Edhe ai ka vdekur i ri, ka një mendim që është rreth 36 vjeç mendohet që ka vdekur, maksimumi moshën 40 vjeç, por në smundjen e vdekjes, përsëri ai ka dhënë mesazhin, kur ka qenë në smundjen e vdekjes, njerëzit që ishin afër, domethënë i rrinin afër, i pyeti, çfarë kohe jemi? I thanë jemi afër mëngjesit, afër sabahut. Tha o Zot na ruaj nga një sabah që të nxjerr prej dynjaja të fut në xhehenem. Zot na ruaj nga një sabah që mund ta çojë në xhehenem. Pastaj i pyeti a mi keni sjell qefinët? Po i thanë ata. Mi tregoni tha qefinët. Edhe ja treguan, do thënë se qefini i bollshëm i madh, qeshi me buzën në gaz, nuk i vesh këto qefin Hudhaife ibn al-Yamani. Por tha unë mjaftojnë dy copë, sa të mbulojnë mua. Të tjera çoni ku doni. Pa kishte frikë edhe tek qefinët e tij se mos abuzon. Jetoi ashtu siç kishte parë pejgamberi alayhis salam, siç kishte parë Ebu Bekrin dhe Omerin. Pastaj në fund i tha Zotit, o Zot ti e din se unë kam pëlqyer më shumë varfërinë se sa pasurinë, më shumë modestinë se sa krenarinë, më shumë vdekjen se sa jetën. Mirë se vjen o vdekje se të kam pritur me madh, pastaj tha o Zot, unë sot shpresoj vetëm faljen tënde. Dhe në këtë formë dha shpirt dhe u dorëzohet tek Allahu xhallahu xhelalu. Pak a shumë kjo është historia e Hudhaife ibn al-Yamani. I njohur ndryshe besniku i sekretit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe lutem Zotin e gjithësisë bashkë me ju që të jeti kënaqur me gjithë sahabët e pejgamberit alayhis salam, na bëjnë neve sa do pak të ngjajmë atyre, na rinjalli bashkë me ta, e bashkë me krye profetit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu shpërblet me të mira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.